Receta që ka habitur edhe mjekët, ja si të shëroni dhimbjet e shpinës. Dhimbjet e mesit janë një nga simptomat që pothuajse çdo i rritur do të përjetojë në një moment të jetës së tij, dhe për miliona njerëz në mbar botën kjo mund të kthehet edhe në një kufizim të vazhdueshmërisë. Sipas OBSH, 600 milionë të rritur vuajnë nga një formë e dhimbjeve të shpinës. Prandaj duhet të kujdeseni më shumë edhe për gjendjen tuaj. Për të përmirësuar dhe për të lehtësuar këtë problem, duhet të bëni shtritje vazhdimisht. 8 deri në 10 herë në ditë në pozicione të ndryshme do të ndihmojnë në lehtësimin e shpinës suaj. Duhet të forconi trungun. Ushtrimet për forcimin e muskujve të shpinës do të ndihmojnë në stabilizimin e shtyllës kurrizore dhe zvogëlojnë ngarkesat mbi mesin tuaj. Merruni me aktivitet aerobike vazhdimisht dhe kështu do të vendosni muskujt e shpinës në lëvizje dhe gjithashtu do të mbani larg edhe komplikacionet që shkaktojnë kështu dhimbjet e rënda të shpinës.